Deputeti që duam është programi i ri që do të kalojë në sit të gjithë kandidatët për deputet. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Ermal Qori dhe bashkë do të jemi deri në zgjedhjet e 11. Profesor, përshëndetje, kënaqësi do të kem në program. Kënaqësi dhe për mua. Besoj është një sfidë e bukur kjo e fushatës elektorale, por edhe kandidimi dhe gjithë shtrirja e listave në të gjithë Shqipërinë besoj të jep një përgjegjësi tjetër përveç asaj bukurisë së brendshme. Absolutisht po, sepse është ndryshe ti jesh në listë në një partie dhe ti jesh si individ dhe të krijosh shanset për një shtap individual, për një shtrirje të pjesshme, për një plan konkret programor elektoral dhe është krejt ndryshe ti jesh koordinator politik i një force vërtet të re politike, e cila edhe pse është në fillimet e saj ka të veçantën që nuk është model i skaluarës, nuk ka programe klishe të zakonshme dhe njëkohësisht trupa e cila e ndjek nga pas është një trup rinore, jo vetëm në moshën e saj biologjike, po dhe në mendsinë dhe në formatin e saj. Ndërkohë, unë po të drejtohem me njëherë të pyetja e parë në kuadrët të aktualitetit. Për shembull, Partia Socialiste, një listë që kishte qarkulluar që ishit pjesë si garues brenda atij subjekti politik. Tani sa vërtet është? Çka ka ndodhur që jemi rritur në këtë pikë? Është sajes apo ka patur një komunikim? Të them që është lapsus i zyrës së shtypit, i drejtuesve të fushatës, i koordinatorëve të Partisë Socialiste, nuk e besoj dhe nuk e shoh kështu. Mendoj se ndoshta i dëshirë e fshehur e tyre të kenë brenda vetes individ që vlejnë dhe në këtë rast me thënë drejtën pa i bërë elozhe vetes, unë kam një vlerë elektorale, vlerë e cila vjen për shkak të pjesëmarrjes time të gjatë në politik, vjen për shkak të natyrës dhe karakterit që unë shpërfaq dhe të metodikës së cilës unë e kam shtrirë pothuajse në gjithë kohën e administrimit të pushtetit që unë kam patur në shërbim të njerëzve. Po çfarë ndodhi në të vërtetë? Ju për shembull keni ndier një lloj tentative, ndoshta si thosh fjalë lart e poshtë ose një komunikim të drejtë për të bashkuar me PS në këtë zgjedhje? Një komunikim para shumë kohësh ka ndodhur dhe kjo është e vërtet, nuk mund ta mohoj, që mondi pse nuk angazhohesh me ne, pse nuk bëhesh pjesë e jona e tjera tjera. Nga deputetët? Po, jo, edhe struktura më e lartë drejtuese. Problemi është që unë nuk ndaj qasjen njësoj me ta. Jo thjesht për shkak të qeverisës gjatë që ata kanë pasur, po ndoshta për shkak edhe të mënyrës se si kanë qeverisur gjërmë sot, individëve të cilët janë përfshirë. Unë nuk jam më i mirë, është e padiskutueshme, po që hynë njerëzit normal që i kam e ndjej për detyrë dhe kam dëshirë të shërbej njerëzve, kjo është qasja ime individuale e cila ndoshta nuk e gjen veten pikërisht në këtë establishment. Ndërkohë, sa janë gjasat, pavarësisht se ju do kandidoni, po e kaloj pak më vonë këtë pyetje, po ndale pak tek partia juaj, domethënë tek Aleanca Demokracia e Re. Ju jeni gati me këtë gjë. Çka do thotë që listat janë të përpiluara, çdo gjë është okay, sot jemi në ditën finale të dorëzimit të listave pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ne jemi gati me të gjitha, jemi regjistruar si parti brenda afateve, kemi marrë firmën e një deputeti si mbështetës, po prapë brenda afateve, kemi përpiluar një listë të cilën akoma se kemi përfunduar për shkak të kërkesave të shumta që ne kemi patur, rreth 400 kërkesa për 187 vende. 187 vende, po themi të listës, të cilat janë detyrim ligjor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, jo se Parlamenti ka 187 deputet. Parlamenti ka 140, po ka në bazë të ndryshimeve në kodin e rizgjedhor, konsiderohet një 46 që e listës së mbyllur, një 140 që është e listës së hapur. Dhe në këtë variant, detyrimi ligjor është që minimalisht të kesh 186 kandidat në listë dhe maksimalisht 187. Ne kemi tejkaluar këtë numër, po thuaj me 2 fishin, sepse kërkesat për të qenë pjesë e këtij programi të ri, e kësaj strategjie të re, e këtij mentaliteti të ri, pjesëmarrës në politikë, e cila sot fillon, nuk mbaron sot. Projekcionet tona shtrihen në kohë, projekcionet tona shtrihen në 2027, 2029, 2031, që do të thotë ne nuk matemi me hijen e mëngjesit, por kjo nuk do të thotë që të rrim në vend, të ndalojmë, të mos bëhemi pjesë e lojës sot dhe të japim kontribut shumë të madh që sot
të cilin do të arrisim dita ditës. Çfarë mbështetje keni në raport me figura? Pra keni bërë një vendimarrje për të patur vetëm të rinj në krahun tuaj ose në subjektin tuaj, apo dhe figura të vjetra? Dhe kur them të vjetra nuk i referohem domosdoshmërisht politikan të vjetër, por figura të njohura, ndoshta me eksperiencë në fusha të ndryshme. Atëherë, teoria e figurave në Shqipëri është një teori shumë interesante që do të thotë në moment që pushteti të merr në konsiderat, të jep një pozicion shtetëror, ti bëhesh figurë. Po për ne nuk është ky mentalitet. Për ne figura janë profesionistë e fushës. Për ne figura janë studentët ekselent. Për ne figura janë studentët cilët kanë mbaruar brenda dhe pastaj trajnimet i kanë vazhduar jashtë. Për ne ekselent janë njerëzit inteligjent që kanë krijuar programe, që kanë arritur suksese në fushat e tyre të punës dhe të prodhimit. Pra, për ne figura ka tjetër qasje. Dhe ato figura që ju më thoni që i prodhon pushteti her pas here, të cilët ashtu siç hyjnë në administratën e lartë dhe në politikë, po ashtu dhe dalin, nga ato ne nuk kemi preferuar që të kemi. Okej, pra janë kryesisht të rinj, po themi kështu, figura të cilat kontingjenti i cili duhet marrë fatet e Shqipërisë në dorë, kontingjenti i cili ka kuptuar që metodika jonë e demokracisë, e shtrirjes së qeverisjes ose të strukturës horizontale, ku nuk ka të parë dhe të fundit, po ku ka të barabartë mes barabartëve, kur vota gjithë secilit vlen po njësoj, kur kryetari nuk është më kryetar klishe i zakonshëm që firmos dhe firma e tij vendos gjithçka. Këtu bëhet fjalë gjithmonë për një vendimmarrje kolektive ku të gjithë japin kontributin me votën e tyre pasi njihen me problematikën. Dhe problematikat nuk janë vetëm të mëdha, madhore, strategjike. Problematikat nga më e vogla tek e madhja tek ne votojnë sepse ne kemi futur në sistem një kartë digjitale, antarësie, në të cilën ka një dritare ku thuhet problemi është ky, propozimi. Dhe aty kemi votimin po, jo ose abstenim. Që do të thotë kudo që ju ndodhen, në Shqipëri ose jashtë saj, kur jeni antar i Aleancës Demokracia e Re, ju keni mundësi të jepni të shfaqni mendimin tuaj me votë që të bëhet ose të mos bëhet një propozim i cili është hedhur. Tani janë të shumta partitë politike, për shembull që garojnë. Një pjesë e mirë e tyre kanë shkuar drejt koalicionit nga udhëhequr, po them shumë nga Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe Levetme me pretendimin që kemi aleancën me popullin. Tani në të vërtetë çfarë do përfitoni ju nga ky garim, sepse ndër të tjera, unë jam i sigurt që ka kosto shumë të mëdha financiare apo jo? Po të them që e the gabim pyetjen. Pse? Sepse janë të shumta partitë që marrin pjesë. Sigurisht, nuk numri i vogël, nuk mund të themi numri i vogël partish. Jo, numri i partive është shumë i madh, por nuk janë të shumta. Është duket si lojë fjalësh, e di pse. Në 54 parti, të cilat u regjistruan, ne do të kemi 7, 8 ose 9 subjekte zgjedhore. Që do të thotë? Sepse një pjesë e mirë e tyre shkon në koalicion. Pra grupimi madhështor i Partisë Demokratike që përfshiu brenda vetes 26 parti politike, ju humbi integritetin, ju humbi performancën, ju humbi po them paraqitjen, ju humbi program, ju humbi gjithçka partive tjera. Ju humbi emrin me pak fjalë. Është shumë e rëndësishme kjo të kuptohet. Që do të thotë, nëse ti humbet identitetin, atëherë ku e marr guximin të të quaj parti politike? Patët ju kërkesë për të bashkuar me ta? Patjetër që pata kërkesa, as nuk diskutohet, sepse kërkesa vjen gjithmonë në sajt të individit që udhëheq forcën politike, po unë nuk marr dot vendime i vetëm, e kam të pamundur. Shtrihet dhe vendimi, domethënë ne pyetëm gjithë antarësinë, jeni apo s'jeni për koalicion, që është pyetja e parë. Dhe nëse ato do kishin thënë po, për kë jeni mendoni se duhet jemi në koalicion? Duke ditur që koalicionet nuk janë miqësira që zihen në kafene ose në restorante. Koalicionet janë bashkime programore. Janë krejt tjetër gjë. Domethënë duhet kuptohet që miqësia, shoqëria, dëshira për të ndetur me dikë nuk ka lidhje në aspektin politik. Në aspektin politik ka aleanca, ka bashkëpunime, ka qëllime të përbashkëta dhe në fund fare ajo që është më e rëndësishme, për Shqipërinë dhe shqiptarët ka mision. Nëse ne brenda vetes nuk kemi moralin për ta konsideruar këtë nismë si një mision, ne kot merremi me këtë. Dhe misioni nuk është sot, nuk është nesër, nuk është pas nesër, misioni është afatgjatë. Si sheh figurat e reja ose po themi kandidimet e reja të partive Lëvizja Bashkë, Nisma Thure, që kanë bërë dhe bashkëpunime në fakt me njëra tjetrën, shumë Alin Qori, Adreti Klapaj, Agron Shehaj. Këtu gjej rastin sinqerisht ti përshëndes, ti përgëzoj, ti uroj suksese, vërtet ti uroj suksese,
Vetëm një gjë është, mos u bëni veglat pushtetit, mos i shërbeni pushtetit, se pushteti këtu në Shqipëri, ndryshe nga kudo në botë, nuk është vetëm mazhoranca. Pushteti është dhe opozita. Janë bashk, letë mundohemi të bëhemi ne të rinjt bashk, që të kemi mundësi të ecim përpara. Interesat e Shqipërisë janë krejt të ndryshme nga interesat e kryetarëve të mazhorancës dhe opozitës. Se di nëse më llati mesazh të fshet, kur thua bashk dhe pushteti është dhe opozita, çka do thotë që ata janë ndoshta në bashkëpunime të vjetrit apo nuk kanë kuptuar këtë? Këto të rinjt e politikës unë mendoj që nuk janë bashk, ose siç duket janë bashk në platforma dhe ide. Edhe kanë bërë dhe koalicione. Po si që kemi marrë vesh, në koalicion është dhe Lapaj me Shabanin, është dhe Djathas 912 me LZHK-n, Qori ka dalë në vete dhe Shej ka dalë në vete. Por në analizën e tyre programore, unë vere një qasje pozitive e cila të paktën në dukje, ashtu si që ato shprehen, publikisht, nuk kanë lidhje as me mazhorancën dhe as me opozitën. Dëshiroj të jetë kështu, sepse në të vërtet, ne si Aleanca Demokracia e Re, këtë qasje kemi, këtë konkluzion kemi arritur dhe mendojmë se shërbimi ndaj vendit është shumë më i madh në këtë qasje që kemi bërë ne, duke patur parasysh vetëm aleancat që ne tashmë i kemi të vendosura me Shqipërinë, me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Drejtsinë e Re, SPAK-un dhe gjykatën e posaçme të kundër krimit dhe korrupsionit. Ndoshta duket pak cinike kjo pyetja ime, po unë mendoj që ka sens. Kush bëhet kryeminist pas zgjedhjeve? Cinika them në kuptimin që ju garoni një kryetari e partia, pra keni forcën tuaj, po duhet të kuptoj pak në tërësi. Pra sa shanse ka opozita e bashkuar për shkakun. Dhe këtu marr një opinion personal, si njohës i politikës. Atëherë, kryeministri është shumë e rëndësishme ta kuptojmë. Kryeministri në mënyrën se tjetër, në mënyrën se si këtu janë ndërtuar kalendat e pushtetit, është vërtet shumë përcaktues dhe vendimmarrës, jo vetëm për shkak të kompetencave që i jep ligji, por edhe për shkak të mendësisë që ne gëzojmë si popull. Dhe realisht uroj që kryeministri jo vetëm të jetë një moshë e re në aspektin dhe biologjik, po jo 9-40 vjeç për shembull, por të jetë sepse përgjithësitë janë aq të mëdha sa pa eksperjencat e nevojshme e ke pothuajse të pamundur të realizosh ato të cilat ti merr përsipër. Sepse në fund fare do kesh të bësh me gjithë fashat moshore që ka vendi dhe nëse ju nuk keni kaluar sa eksperienca të caktuara, nuk do mundeni as të komunikoni me ta, jo më tepër, nuk mjafton vetëm dëshira. Okej, mirë, do ndalim në një pikë tjetër dhe më pas do ndalim tek mesazhi juaj drejt për qytetarët në raport në votën. Lulzim Basha duket që u përfshi pak a shumë në këtë rrugëtimin tuaj politik për zgjedhje e 11 majit si pa dashje. Doli një lajm që do të merrte partinë e tjera me radhë. Domethënë kjo është ka diçka të vërtetë në këtë mes. Tani jo, po në fillim, çfarë ka qenë e vërteta konkrete? Asgjë të vërtetë në lidhje me mua dhe partinë time. Po. Kjo është kategorike, jo dhe prerë. Një gazetar në studion e Top Newsit doli deklaroi që kam dëgjuar në sallonet e partive që Lulzim Basha bleu ose mori me qira Aleancën Demokracia e Re. Aleanca Demokracia e Re deklaron njerë dhe mirë. As nuk shitet, as nuk blihet dhe as nuk jepet me qira. Jo për Lulzim Bashën, po për askënd. Dua të sqaroj dhe marrëdhënien time me Lulzim Bashën dhe gjithë politikanët shqiptar. Për sa kohë unë jam në këtë standard dhe në këtë pozicion si politikan shqiptar, ndoshta jo i nivelit lart, unë ndaj miqësi dhe shoqëri me të gjithë. Kjo nuk do të thotë se të konsumosh një kafe, të bësh një bisedë, të ndërtosh një marrëdhënie me dikë. Kjo ka të bëj edhe me organizatën në cilën ti merr pjesë. Kjo është krejt e ndarë nga ajo punë. Nëse unë kam pirë kafe me Enkeleda Liben, Dashejn, po them Lulzim Bashën dhe shumë eksponentë të tjerë, pozitës dhe opozitës, kjo nuk do të thotë se ne kemi biseduar për organizmin cilin unë drejtoj, që quhet Aleanca Demokracia e Re, dhe aq më tepër për nismat, iniciativat, vendimet që ne i marrim të gjitha bashkë si grup dhe nuk jam unë ai që mund të vendos asgjë në lidhje me forcën politike që drejtoj, sidomos në marrëdhënie me të tretët. Mundësia hapësira online e gjitha platformat dhe ju e dini që hapësirat online janë gjithmonë
ato të cilat po më mizotrojnë, sidomos kohët e fundit gjitha platformat, YouTube, Instagram, Facebook e gjithkund tjetër. Mesazhe drejt për drejt për votuesit tuaj, për ndoshta edhe për qytetarët e gjerë që kanë në mendje të po them shumë pikë pyetje kujt do japin votën. Mesazhi drejt për drejt është vota për Aleancën Demokracia e Re, vota për kandidatët e kësaj force politike, vota e mbështetur në informacionet e plota mbi organizmin tonë, sepse ne jemi prezent në të gjitha mediat sociale, me website, me Facebook, Instagram, edhe TikTok deri ditën që TikToku do ndalohet, që do të thotë ne jemi aq transparencë, aq me integritet, aq të identifikueshëm si forcë politike, si nivel përfaqësimi, si po them standard intelektual, sa që do të ishte mirë ne të gjeni mbështetje tek populli shqiptar, të gjeni mbështetje jo vetëm tek pjesa gri, tek pjesa indiferente, por të them vërtet me bindje, edhe tek pjesa e zhgënjyer militanteske e dy forcave të mëdha politike. Nuk do të ishte keq. Ndryshimi vjen gjithmonë për mirë. Nuk ka ndryshim për keq, jeta ecën përpara. Janë ligjet biologjike, janë ligjet e evolucionit që përcaktojnë se më e mira gjithmonë shkel mbi të vjetrën. Dhe ne ti je sigurt, ne jemi e reja, ne jemi të rinjt, por ashtu vetëm mua si moshë biologjike, po gjithë të tjerët pasuesit e mi, të cilët jo me shpresë, po me angazhim solemn do të marrin në dorë fatet e Aleancës Demokracia e Re dhe fatet e politikës shqiptare, fatet e administrimit shqiptar, do të jenë moshë e re biologjike dhe mendësi e re politike dhe administrative. Suksese. Faleminderit.